Për shkak të kushteve të vështira atmosferike dhe erës së fortë, tragedi i linjës Vlorë-Brindisi nuk ka mundur të ankorohet në kalatat e portit të Florës. Autoritetet portuale bëjnë me dije se ankorimi në këto kushte paraqet rrezik real për përplasjen e mjetit lundrues me kalatën. Si pasojë, nisja e tragedit është pezulluar për arsye sigurie. Aktualisht, rreth 800 pasagjerë dhe 150 automjete kanë kryer prenotimin për të udhëtuar ditën e sotme, por janë në pritje të përmirësimit të kushteve të motit. Sipas informacioneve zyrtare, do të ketë tentativë tjetër ankorimi rreth orës 13 me qëllim marrjen e pasagjerëve vetëm nëse kushtet atmosferike e lejojnë. Ndërkohë, për shkak të erës së fortë dhe detit me dallg, tragedi po shndron në radhë, ndërsa anijet e vogla janë akostuar në zonën e triportit për të shmangur rrezikun nga dallgëzimi. Gjithashtu, kapiteneria e portit ka njoftuar se nga data 2 deri në 7, mjetet e peshkimit do të qëndrojnë të ankoruara në triport deri në një njoftim të dytë, si mas sigurie për shkak të motit të paqëndrueshëm. Autoritetet u bëjnë thirrje udhëtarëve dhe operatorëve detar të ndjekin njoftimet zyrtare dhe të tregojnë mirëkuptim, pasi siguria mbetet prioritet në këto kushte atmosferike.